Tonke filmal! För det applåsum, Tonke Jonas! Vad sind diese Leute, Mars? Vad sind diese Leute? In unserem Kopf. So viele Leute heute in Vollchip Show, ey! Wir brauchen ju përshëndesim nga show. Full ship. Vad sind diese Leute, Mars, heute? So viele Leute så, ey, sa shumë duar trokitje sonde në Vollchip Show. Also, mirëmbrëma të gjithëve, mirë si ju gjejmë, siç do javë tjetër, me energji nga Vollchip Show, mendoj njerëzit si kena fut lazarat, po s'është vërtet. Vërtet na thonë njerëzit, valla, si e gjeni gjithë këtë energji, gjithashtu mendojnë që ne jemi njerëzit më të mirë, njerëzit realisht jemi bio, Marash. Tregoj pak njerëzve, si jemi bio. Natural, krejt bio jemi. Jemi krejt bio. Pra, energjinë e kemi, faleminderit prej të mallit Zot, të natyrshme, e kemi të karakterizuar, e kemi vetëm tonën. Pra, nuk e gjeni dikun tjetër këtë energji, vetëm diasporë. Tash se për sa arsye nuk e di, ndoshta këtu ka lek shumë, apo jo? Ky emision na jep energji. Diaspora ka lek, a është vërtet që ta shton parja energjinë? Jo. Nuk besoj. Të kushton shumë energji me fitu parë këtu. Kushton shumë energji. Pra, e shikoni, ne që jemi energji s'kemi parë, domethënë. Ne që kemi shumë energji s'kemi parë. Ata që kanë parë s'kanë energji. E kupton? Prandaj ne kemi energji që s'kemi parë. Apo jo, Elena? E këtij mendimi. Dakord jam edhe. Je dakord edhe ti. Bukur shumë. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve anë mban nga Radio Televizioni Senin, nga Vollchip Show, ju dua dhe ju i klibedishit gjithëve pa përjashtim. Sonde kemi një emision jashtëzakonisht të bukur edhe me tema interesante ku do flasim për shumë gjëra të bukura dhe shumë gjëra që janë në interes të publikut, në fakt, edhe të diasporës, por edhe të Kosovës. Temë shumë aktuale, edhe po para se të vazhdojmë, ish Libedishit edhe sponsorët tanë. Mitt herz, Ali, unser Partner. Faleminderit shumë Kompleksi Anesi. Der Baukomplex Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresch in der Gemeinde Artana bei Gilan, auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Faleminderit shumë Kompleksi Anesi. Kompleksi Anesi, mos më thoni që s'ju tregova gjithë shqiptarëve anë mban të diasporës, të bleni, ja ku e keni kontaktin, ja ku e keni numrin e telefonit, website, futuni e shikojni në website se çfarë villash mund të gjeni në Makresh, Novobird, në Gjilan në fakt. Gjilan e thëmë. Gjilan pashanonën. Bleni villën tuaj me pishin dhe pa pishin, me 7 etari tokë për secilën, me distancë, me gjelbrim, me asistencë 24 orë dhe siguri 24 orë, me të gjitha standardet e duhura, bëuni komshi me Don John Mafia, Don John Columbia, në fakt Don Johni ka bleni banesat, një villat, po. Don Johni është dhe i tjetër star nga diaspora, s'po bëj publik, sepse ai vetë se ka bërë publike, Don Johni s'ka problem se e ka bërë publike për vete, por është dhe i tjetër artist në diasporë, shumë i njohur, shumë i ndjekur, shumë i dashur nga rinia dhe shqiptarët, por s'po jap emër përderisa ai vetë akoma se ka bërë publike. Kështu që, bleni në fshatin turistik në Makresh, vilën tuaj, ja ku i keni kontaktin, në këtë video që po shikoni spotin është jashtëzakonisht i ndërtim i bukur, kontaktin e keni full në ekran. Ja, hop. Faleminderit schon Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur. Faleminderit schon, vielen Dank Berisha Group. Apartamente, penthouse, dyqane, lokale, garazhda, parkingje, të gjitha me rrallë, i gjeni në kompleksin Park Residence nga Berisha Group në Prishtinën e Re, po ashtu edhe në Fushë Kosovë, po ashtu edhe në Viti, në fakt ndërton Berisha Group, kështu që mos u ndalin nga kjo kompani ndërtimit me cilësi jashtëzakonisht të lartë dhe standardet europiane, ja ku e keni, po a dërgoj me numër telefoni, me kontakt me gjitha, merrni, bleni banesën tuaj, bëuni pjesë e qytetit. Ja ku i keni këtu, faleminderit shumë Berisha Group, Naim Berisha, i Klibedish, faleminderit për respektin e partneritetin që kemi me Vollchip Show. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Skop. Faleminderit shumë.
Ozon Hair Clinic mbjellni flokët tuaj. Bëni transplantin e flokëve në ordinancën e flokëve më të mirë, më të garantuar, më të siguruar dhe pa efekte, pa dhimbje, me mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë, me shëfisën më të mirë, mikeshën time më të mirë, mikun tim më të mirë që ekziston në Prishtinë. Faleminderit për partneritetin. Të ju livdu ka shumë, kam frikë që po ju marr mësysh, por realisht jeni miqtë mi më të mirë. Publikisht e kam thënë disa herë, por në Prishtinë janë miqtë mi më të mirë. Valmira dhe Edemi. Por i kam marrë mësysh, të i livdu shumë i kam marrë mësysh, po m'duket. Kështu që përshëndesim. Se di, përshëndet shumë, dy miqtë mi më të mirë në Prishtinë, respekt edhe pa që i punë shëndet sa më shumë. Ozon Hair Clinic, ja ku e keni kontaktin për të gjithë qelat si puna e betimit. Faleminderit shumë Extra Tea 444 edhe Don Soup Jelly nga SC Group. Findet man in den meisten großen Schweizer Einkaufszentren wie Migros, Coop, Spar, aber auch in den kleineren Ethnomärkten überall in der Schweiz. Faleminderit shumë. 444 vetëm kam thonë mos e harroni bishtin e lugës në Gjuje këtej kana sepse marri me vete kur ti kom. Elena, realisht e ke konsumuar apo jo? Po. Është shumë i mirë. 444 Extra Tea është një çaj jashtëzakonisht i mirë. E gjeni në gjithë Zvicrën. Nuk mundesh mi nda. Unë e la lugën në gotë. Mos harro vetëm se gabimisht bishti lugës hundra është rrezik. Masi e pi domethënë. Konsumojeni Extra Tea, është çaj i mrekullueshëm. Ja ku keni Don Soup pa yndyrë shtesë dhe pa vaj palme. Pa vaj palme dhe pa yndyrë shtesë. Soup Jelly, Don Soup, realisht shumë e mirë. Ja ku e keni edhe në ekran aty në monitor. Kontaktoni edhe bleni, koti shikoni këto produkte në supermarketet e Zvicrës dhe të Kosovës dhe anë mban. Blini pa merak sepse kanë cilësi dhe garanci dhe janë partner me Folk Ship Show, kështu që faleminderit nga Herci Bujar Krasniqi. Faleminderit shumë SC Group. Ftojmë të gjithë ata që kanë dëshirë më ardhë në Folk Ship Show me na shkruani një email në email adresën folkshipshow@gmail.com ose me na thirrë në numrin e telefonit që po del në ekran. Po ashtu edhe të gjithë bizneset që dojnë të reklamohen në këtë emision mundin me na kontaktu në këtë email adresë edhe në këtë numër të telefonit. Afroj pak ka be pak këtë suratin e bukur. E ke afru? E ke afru, bukur shumë. Ja ta themi diçka. Kur ju shoh në rrugë të dashur qytetar shqiptar anë mban, të dashur edhe katunar shqiptar anë mban, se i kemi lënë anash katunar si puna ime. Gjitha fjalimet marrash kur mahen dashur qytetar mban, asnjëherë dashur katunar. Kështu që unë po i përmend dy anët, mos ju mesi hatri katunarëve, sepse kry katunar jam vet, pastaj vin tjerët. Kur ju shoh në rrugë më thoni, pse s'më fton mua, pse s'më ke ftu, sepse keni bagazh, keni për treguar, keni suksese, keni arritur, keni shumë gjëra për treguar, por realisht nuk ju njoh. Dhe jo për diçka, ju më njihni fakti që dal në ekran. Dhe ne lëm një numër telefoni, ja ku nxjerr ki faloçi këtu, ja. Ne lëm një numër telefoni këtu në WhatsApp gjithmonë, në WhatsApp. Gjithmonë në WhatsApp lëm një numër telefoni ku ju ftojmë edhe në email, pra që shikonin pop-up, ku ju ftojmë të bëni pjesë për të na shkruar, sepse po t'ju njoh unë juve, do ju kisha shkruar unë juve realisht, por nuk ju njoh gjithëve. Dhe ju kemi lënë këtë numër për të na kontaktuar ju neve dhe për të bërë një plan për të ardhur për të bërë pjesë e Folk Ship Show në Zvicër. Kështu që mos harroni, na shkruani edhe bëni pjesë e Folk Ship Show. Ka shumë shqiptar anë mban, sidomos edhe në Zvicër, ka shumë shqiptar që kanë arritur të kapin pozicione pune jashtëzakonisht të rëndësishme edhe në administrat, por edhe në sektoret private. Kështu që ju ftojmë të gjithëve, edhe ju që keni kapur pozicione të punës, që ja vlen jo për të reklamuar vetë, se mos e merrni këtë reklamën dhe pjesën e dalurit në ekran sikur po livdoheni. Jo, s'ka pjesë livdimi këtu. Këtu është thjesht për të dhënë një mesazh për rinin shqiptare për t'i motivuar, pra për t'ju treguar se si ecet në jetë dhe si për të arritur në jetë. Kështu që bëni pjesë e Folk Ship Show dhe motivoni rinin tuaj, rinin shqiptare, familjar tuaj, fëmijët tuaj, duke treguar hapat e suksesit, si me arrit deri tek suksesi. Apo jo? E bukur është se ti ja u jep mundësinë, domethënë, edhe njerëzve të thjesht për me promovu veten, edhe këtë nuk e kam has në çdo lloj emisionit faktikisht. Zakonisht thirren njerëz VIP-a, aktor, këngëtar, por këtu ka mundësi çdo njeri me promovu veten. Atëherë, Elena, shumë e bukur, e hapë mirë këtë temë. Shumë e veçantë. Unë
po të tregoj të vërtetën, Full Ship Show bazohet dhe shtyllat kryesore. Baza kryesore është promovimi i njerëzve të thjeshtë dhe njerëzve punëtor dhe njerëzit që kanë arritur diçka në jetë. Nuk është baza as këngëtarët, as artistët, as VIP-at. Realisht paktën përderisa dolët e VIP-at, po t'ishte për mua personalisht, një pjesë të tyre, edhe sidomos një pjesë të tyre e kanë blok, nuk mund të vinë kurrë në këtë vend, një pjesë e kësaj estrade. Por me gjitha të, unë jam vetë i apasionuar për të nxjerrur njerëz që kanë nevojë. Jo njerëz që janë çdo ditë në ekran dhe s'kan për çfarë të flasin dhe s'kan çfarë të tregojnë më tepër sa kanë. Pra kanë bërë këngë, kanë bërë sukses dhe kaq. Unë jam vetëm për diasporën shqiptare, edhe vendlinjen tonë, se ka njerëz të pa afirmuar akoma që kanë bagazh, kanë talent, kanë mundësi për të bërë shumë gjëra, por nuk ju jepet mundësia në ekranet televizive. Shumëve nuk ju jepet mundësia. Realisht ka dhe artistë shumë që nuk jepet mundësia as nga këta të stradës që kanë arritur, këta VIP-at, sepse kërkojnë nga 20-30 euro për bashkëpunime për gjëra. Në këtë rast, kur kërkohet një artist i ri, një adoleshenti që ka nevojë për të kënduar marash, 30.000 euro me bëj bashkëpunim, atëherë ne kot flasim për politikanë që janë korruptuar. Ne jemi të korruptuar gjithë, edhe artistët jemi të korruptuar, çdo njeri që e bën këtë veprim apo që është në treg dhe e kërkon para në këmbim të një ndihme, është i korruptuar. Pra mos u alem fajin vetëm politikanëve. Politikanët paktën janë korruptuar, po janë më shumë kanë karakter, janë familjar, po këta një pjesë e tyre, as familja, as karakter dhe as ndihmë nuk japin. Kështu që Elen, ndoshta pak fola rond për ta, po s'ka kam problem për vetë, me të thënë drejtën, s'ka problem. Sigurisht i flet në përgjithësi, nuk është se futen krejt në të njëjtë. Jo, unë thash një pjesë. Po pra, pjesa e shëndosh është tjetër gjë, pjesa e shëndosh për një pjesë. Ekzistojnë njerëz të ndryshëm, kjo diskutohet. Absolutisht. E kështu që ne kishim një plan tash, Marash. Unë kam fluturuar për Prishtinë tu udhrill. Tu udhrill. Pse? S'po më hik frika për aeroplanit. Hala jo. Që sa vite? Gjithmonë, që sa vite, gjithmonë jam frikacak. Po ti shpesh udhton me aeroplan. Shpesh udhtoj, po. A tha shpejtni që kam dobësu. Po. Unë jam dobësu veç për udhëtimin. Të shku të ardhi kam heq 4 kg. Për frikës. Të shku 2 kg të ardh për frikës. Pse ke frikë? Për çfarë arsye? Mos jap si deklarata se e don shumë jetën, jo më s'është puna e jetës, se me dal me luftu dal, jam i pari që mund të dal me luftu nëse bën vakije, inshallah s'bën kurrë. Inshallah s'ndodh kurrë, marr pushkën e dal e luftoj, por e kam fobi lartësinë, jo aeroplani s'bën gjë. Në përgjithësi a vetëm në aeroplan? Në përgjithësi. Me hyp shkallëve dikun. Në përgjithësi, unë vetëm lartësi. Edhe më e pallatit me hyp me pak, kështu e kam fobi. Edhe në balkon kur është balkoni i lartë, e kam fobi lartësinë. E ti ç'u shpia bon, nëse jen aeroplan për shkak. Rrezikoj bro, unë jam tip që rrezikoj. Hyp aeroplanin hava. Po. Edhe të fol dikush që të njeh. Më fol dikush që një... A mundesh mi bo muhabet... Jo, për zotën e madhë, unë e një gjëje, ja luj kryet që shtu e kam marri vajs, mi ja bo kështu, unë vesh rriturni, as se komendin hiq ato më thonë, hiq, më thonë drejten, vje kesh në një... A të me irë me pas kështu, si quët, atë turbulenca, se nuk me erdhi. Po prej turbulencave kam frikë, se realisht udhimi i parë që kam bo jetën time ka pas shumë turbulenca. I pari ka qenë ekstrem me turbulencat larta. Ajo ta ka po fobin. Ajo ma ka sjell fobin, pastaj edhe kam ngel frikacak. Tash je në aeroplan edhe po të bën dikush muhabet, një për emisionin. Po bro, nuk e di. Se një hiç kush është ai. Çfarë thonë tani atë? Pa atë unë s'u jap shkak bro, unë kam marrë këtë stilin. Kam marrë këtë stilin kështu. Rri shlir dhe mek, po rritu është ngoj këtë karrikën kështu domthon. Edhe rri edhe ja bëj, po, e luj kryt, bro. Unë e menin e kam vesh të drejtoria, çato ndodh sa metra në larg, ka turbulenca, kur po ndodh në alarm në Isan, e kështu që nëse shihni Altinin në aeroplan dikun, edhe nuk ju bon muhabet, mos e marrni si menë madhe, po arrogant. Jo, larg qoftë, menje madhe nuk jam, përbes zotit po ju bëj be, se kam ligju që më ka dal nomi edhe për arrogant dhe menje madhe. A di sa më ka dal nomi kështu si menje madhe? Jo, valla, nuk jam menje madhe, jam njëri thjesht, jam njëri për tokë, nuk livdohem se dal në ekran, nuk jam fare, unë ma burri mirë se sa i punëtor që punon në baushtell apo kamarier apo në një punë të rëndom, fare ma burri mirë se sa i nuk jam, vetëm thjesht kam këtë pozicion pune, për mua është thjeshtësia mbi gjitha, karakteri mbi gjitha. Kjo është më madhe se sa parja, se parja shkon edhe vjen, karakteri dhe fytyra shkon edhe nuk vjen më. Kjo është
e gjitha për mua. Ato që shesin man veç pse po dalin në për mediume të ndryshme, sepse ju do këtë vetja VIP, është shaj e karakterit keq. Ata janë njerëz të vegjël, janë njerëz vegjël. Po. Një njeri i madh nuk shet mend. Një njeri i madh i jep veç dashuri, mirësi dhe respekt. Është i sigurt në konfidencën që e ka me vetveten. Unë një njeri që e arrit punën me mundin e vet, me sakrificë, e arrit gjithçka vet, ai nuk shet mend kurrë. Ai që e ka arrit në shtëpinë dikujt tjetër, e ka arrit mendimin e dikujt tjetër, i ka gjetur gati, ai shet mend. Shkojmë pak te një person i thjesht, por nuk e gjetëm aty. Realisht bëj surpriza me reportazhat e mia, por nuk e gjetëm aty këtë radhë. Më dështoj surpriza, derisa me taku mikun tim Naim Berisha, pronarin e Berisha Group në Prishtinë, dhe thash po e gjej në zyrë, nuk e gjeta në zyrë, por realizuam një intervistë jashtëzakonisht e mirë me Vjosa Dyrakun, përfaqësuese e komunikimit për media dhe shitjes në Berisha Group. Shikoni dhe bleni banesën tuaj në Berisha Group. Ja ku keni reportazhin. Përshëndetje, përsëri prej Prishtinës tonë dashur, se ku i kam hupë syzat nuk e di. I lypa në kërë syzat më kanë hupë. Sot kam ju prezentu një biznes, edhe mi u thonë të gjithë katunarve, mos mi u metë hatri, se a i ke pa politikanët kur dalin në konvenca për shtyp, apo kur marrin fjallime, thënë të dashur qytetar. Ose e dira ma për shembull, të dashur qytetar. Po katunarët pse si përmenin asnjëherë? Atëherë, sot të kam vendosur mi përmen të dashur katunar, dua që t'ju bëjmë qytetar. Për t'ju bërë qytetar, pavarësisht gjitha shakave, sot dua të ju prezantoj projektin Park Residence më të mirë në Prishtinë nga Berisha Group. Në Prishtinën e re, apo jo Fidan? Kjo është Prishtina e re, apo jo? Ja ku e kemi. Park Residence, unë erdha sot për ta xhiruar dhe për ta sjellur një intervistë ekskluzive për Berisha Group në Prishtinë dhe mos harroni, se është lagja jashtëzakonisht shumë e mirë me rrugë makine që do jetë me 4 korsi. Me 4 korsi kjo rrugë makine. Edhe një lagje fantastik. Ja, nëse shikojmë këtu, shikoje pak këtu. Përpara se të futem te zyra e shef Naimi, nuk e di, Naim Berisha është shefi apo drejtori general apo investitori kryesor ose i vetmi i Berisha Group. Kam ardhur spontan, nuk e di, është sot këtu apo s'është këtu, por provova që të vi. Ky është projekti i Berisha Group, Park Residence, dhe këtu kemi në anësore, kemi park ekskluziv, ku do jetë diçka gjigante, fantastike në anë të rrugës me 4 korsi. Hajde Fidan lo çka me mu, të futemi në zyrë, edhe të shikojmë a ka njeri këtu apo nuk ka, për të na prezantuar pak më shumë për shqiptarët edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, por kryesisht shqiptarët e diasporës, dhe të bëhemi të gjithë qytetarë. Edhe unë si katunar që jam, pra të më thonë unë, kur thash dashur katunar, më të pari i drejtojnë vetës të ime, pastaj u drejtojnë të tjerëve. Përshëndetje. Vjosa si e? Si kalove, avullove? Kërkojnë gjithë që erdha kështu në formë spontane dhe Na befasove. Po pra, pa përgatitur, në fakt nga ana juaj, nga ana ime jam përgatitur, po jam lodh shkallëve tu ngjit këtu katin e parë. Imagjino me pa dalë kat dytën çka kisha heq. Kështu që jemi këtu me të kthehemi prej kamerës se Vjosa Dyraku është përfaqësuese e komunikimit dhe shitjeve në Berisha Group këtu në Park Residence në Prishtinën e Re, apo jo? Po, jemi në zonën Prishtina e Re. Vjosa, ishën punë? Po, kisha pak punë. Kisha punë. Bukur. Atëherë do m'japësh pak. Do i lësh gjitha. Këtë e shoh. Okej, bukur shumë. Unë kam nevojë për shikuesit e Full Ship Show, anë mban diasporës, por edhe të linjës tonë, që ta prezantojnë Berisha Group, projektet tuaja, banesat, dyqanet, të gjitha këto me rrallë, edhe po shikoj që keni disa zyra shumë të mira, mund të mi tregosh pak a shumë se çfarë, ku jemi, ku ndodhem o vlla?
Këtu ndodhesh në zyrat më të bukura në kryeqytet. Okej, në zyrat më të bukura në kryeqytet. Në radhë të parë je në shtëpinë e madhe Berisha Group. Ja, shiko pak. Shiko sa gjë e bukur në Berisha Group këtu. Okej. Kjo zyra këtu? Kjo është zyra e arkitektëve. Janë punë arkitektet? Po, janë të gjithë në vendin e duhur. Si kaluhet? Puna marr? A jeni mirë? Arkitektat në fakt nuk flasin shumë, e kanë atë. Jo, këta kanë kompjuterin përpara, kanë shifrat. Okej, bravo. Jeni duke punuar për projekt të ri apo për këtë që është aktual? Këtu nuk dalet puna asnjëherë. Okej. Ka punë mjaftueshëm, projekte të reja Berisha Group sjell gjatë gjithë kohës, kështu që është e pamundur të ndalen. Jashtëzakonisht bukur, puna mbar, mos ju pengoj sepse ardha ime pak Spontane ka e qenë. keni dëgjuar shprehjen kur zhvej pa thirrur deli pa përcjellur në fakt. Jo, më vjen keq, ti di në cilën shtëpi ke ardhur, apo thash. Në fakt të Berisha, po, ka dhe zyrë tjetër. Tjetë zyrat e drejtorit Loni Berisha. Drejtori Loni Berisha, këtu ka zyren. Po, këtu ka zyra. Nuk i kemi ndezur dritat, sepse drejtori nuk që ka këtu sot. Jo, nuk janë këtu në fakt, asnjëri nga drejtorët. Po drejtori shumë butë pas ka... Jo, po të kishe ardhur me thirrje, do të kishim pritur. Absolutisht. Erdhe spontanisht. E thashun ata, kur zhvej pa thirrur deli... Absolutisht, apo drejtori buti pas ka blej këto, domethënë. Ti ka blerë buta se realisht të gjithë priten në mënyrë më të mirë të mundshme. Domethënë butë rehat si Berisha Group nuk ka tjetër. Jashtëzakonisht bukur, interesant. Me shumë dëshirë kam pritur të di që ti vizitoj zyrat tuaja dhe edhe me projektet shumë tuaja. kënaqësi të mirëpresim. Këtu kemi zyrën e financave. Zyra financave, që do të thotë? Që do thotë kemi dy kolegë të tjerë këtu. Përshëndetje, kemi Si kaluat? mysafir. A jeni mirë? U lodhet? Këtu luajn paret apo? Po, E? këtu ashtu pak. A i keni vra gishtat, a keni... Okej, super. Apo keni blet mashinën me një? Jo, kanë ecur Puna gjëra. mbar. Respekt. E kjo këtu? Kjo është zyra e vogël e shitjes. Kemi pastaj po zyra e shitjes e madhja është e zënë sepse ka klientë cilët janë të interesuar për projektet e Berisha Group. Kështu që është e zënë njëra nga kolegët, edhe po ashtu edhe zyra e madhe. Për të vazhduar te kolegët e tjera. Kjo është zyra e shitjes. Zyra e shitjes. Këtu kemi Artën, Adelina është e zënë për momentin. Përshëndetje. Adelina, përshëndetje. Kjo është Arta. Arta, Adelina përshëndetje. është e zënë. Okej, kërkoj ndjes. Për të vazhduar dhe tek zyra e drejtorit gjeneral të kompanisë Berisha Group, zotit Nani Berisha. Ku e ka drejtori general zyren? Këtu? Drejtori për momenti ka vajzën, Verona Berisha. Okej, Verona në njifemi bashkë në fakt. Si e? Si kalove? U lodhe? Mirë se të kemi gjetë kënaqësi që jemi sot në ambientet tuaja. Ku e kemi drejtorin? Drejtorin e kemi gjithmonë, po zyra jo. Sot nuk është tu. E shikoni se sa herë bëj befasira në fakt sot më ka dështuar. Na i Berisha tash po na shikon çka na thon. M'vjen keq s'kam lajmuar përpara, por sot do kisha dashur me taku. Kam marrë spontan nga Zvicra me vizitu dhe me sjellë të shikuesit tanë në projektet e Berisha Group. Por megjithatë kemi Vjosen edhe Veronën këtu që Patjetër që po me shumë kënaqësi. ja ku kemi edhe mirënjohjen këtu që e ka marrë Berisha në apron tonë në Fol Shqip Show. Ja ku pas ka vendos Berisha mirënjohjen tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Naim Berisha, të dua shumë, ha, bose kemi Naimin. Vjosa. Po. Përveç zyrës shefit këtu. Shikoj këtë projektin që e pash edhe në katin e parë. Ky është park ekskluziv, me sa Ky gjithmonë është e para, komplet është park rezident. Park rezident në tërësi. Në tërësi. Po. Kjo pjesa këtu është park ekskluziv. Një nga projektet. Ky cilësohet projekti më gjigant që vjen në Prishtinë, në kryeqytet. Një projekt me 32 objekte gjithsej në 142 metër katror. Po flasim në tërësi. Në tërësi. Në tërësi. Okej. Në 120 metër katror janë 32 objekte të vendosura. 32 objekte. 32 objekte. Në tërësi sa, po. Jemi në qendër të Prishtinës së Re. Një zonë që jo është bashkangjitur tashmë Prishtinës së Vjetër, jo rastësisht, sepse dyndja e Prishtinës të qytetit kryeqytet faktikisht është bërë mëse e ngarkuar jetesa për të gjithë qytetarët, e është më tepër për të ardhurit të rinj që vinë për të jetuar në kryeqytet.
E Berisha Group ka menduar të vijë me një frymë tjetër ndërtimi me standarde të jashtëzakonshme. Standardet europiane më saktë, janë cilësia e ndërtimit ajo që na veçon më së shumti nga të gjitha kompanitë e tjera. Mënyra se si janë vendosur të gjitha objektet në këtë projekt, duke mbajtur në radhë parë distancën. Një nga problemet kryesore që ne këtu në Prishtinë kemi, nuk e di jo andej, po ne këtu kemi problem të madh distancën mes objekteve, diçka që realisht Berisha Group në këtë projekt gjigant e ka menduar. Distancën janë hapësirat e gjelbëruara, ku 70% e të gjithë kësaj zone, 140 metër katror, 140 metër katror, është mbi 70% e gjelbëruar. Kemi parkun, këtë parkun këtu, ku janë diku 55 hektar tokë. 55 hektar? Po, 55 hektar tokë. Është një park ku do të shfrytëzohet nga të gjithë banorët e zonës, por që fati jonë i madhi ka qenë i këtij projekti të jetë më në mes të park residence. Kjo rruga tani? Për momentin, ne jemi këtu. Momentalisht jemi këtu. Tani, këtu ishte ajo Berisha Group në fakt që është shkrimi përpara. Do dalim pastaj aty? Patjetër. Ku të keni qejf do ju dërgoj. Pastaj kam dëshirë të dalim edhe aty, por përpara se të dalim aty, Vjosa, shoh të rrugën. Që është në projekt. Kjo është rruga që të dërgon për kjo këtu, pra mund ta Po, kamerat. Edhe ti edhe unë. Absolutisht. Mund ta dëshirojmë. Është rruga që dërgon për lart te gjykata. Është një rrugë ku për momentin është. Kjo është rruga gjykatës, pra domethënë nga këtu ku jemi ne. Është me 4 kursi për të lëvizur. Jo, për momentin është një rrugë që do vi, po kjo do të vi shumë shpejt në projekt të komunës për të ardhur me 4 kursi, domethënë 2 në njërin anë, 2 në anën tjetër. E veçanta e Park Residence e të gjithë këtij projekti është lidhja e afërt 50 metra me rrugën A, me zgjidhjen e ngërçit të komunikacionit që ka kryeqyteti jonë. Gjithçka është e mirë menduar, e mirë planifikuar, nuk ka ardhur absolutisht asnjë gjë rastësisht në këtë projekt. Por njerëzit profesionalistë të përkushtuar me një vullnet të papar pune, po sjellin në Prishtinë një frymë të re ato që faktikisht i ka munguar pafundësisht kryeqytetit. E këtë kush e sjell tjetër pas Berisha Group? Berisha Group. Tregon ti mua, hajde. Jo, absolutisht. Jo, s'kam asnjë lloj dyshimi as pikë as presje për t'ia hequr as për t'ia vendosur këtë punë, sepse jam i sigurt dhe unë e njoh pavarësisht asaj që dua të prezantojmë sot në Folship Show, unë personalisht e njoh këtë kompani dhe ndërtimin në cilësinë e kësaj kompanie, por pata dëshirë që ta sillin pak edhe të shikuesit tanë, që nuk janë pak, janë miliona shikues që na ndjekin nga gjithë bota. Dhe unë shoh këto rasta tash me gjelbrim. Pra këto janë penthouse. Penthouse, pra se kjo është projekti park ekskluziv, një projekt. Pra e gjitha kjo këtu lart mund të jetë vetëm një penthouse apo sa? Po. Një penthouse me gjelbrim me gjitha. Çfarë veçon park ekskluzivin me park rezidencën? Domethënë park rezidencia gjitha, por çfarë veçon park ekskluzivi? Çfarë ka diçka më të veçantë? Cilësia e ndërtimit nuk diskutohet që në të gjithë park rezidencën është e njëjta. Ekskluzivja e të gjithë këtij projekti është fakti që është, si të thuash, ndar ndoshta 40 metër katror janë hapësirë banuese. 15 metër katror janë afarizëm. Të gjitha kompanitë në mbar botën do të i bashkohen këtij projekti duke sjell në park ekskluziv produktet e tyre të llojeve nga më të ndryshme. Duke qenë se po është një zonë e re e kryeqytetit, pra Prishtina e re. Projektet nga më të ndryshme, afarizmën, domethënë gjithçka që i përket këtij sektori, do të jetë pjesë e park ekskluziv. Duke i thjeshtësuar jashtëzakonisht shumë jetesën të një jete kaq dinamike që po jetojmë, të një kohe kaq të vështirë që faktikisht veç se po na merr kohë të hypi makinës për të shkuar kush e di ku, të gjitha janë në park ekskluziv. Absolutisht. Në park residence, duke i sjell Prishtinës realisht ato që i ka munguar shumë kohë. Bukur, ky është projekti 100%. Sa përqind është ndërtuar deri tani? Deri tani kemi arritur në 60%. 60%. 60% kemi arritur për të sjell. Pra, domethënë edhe herë ne ishim këtu. Kjo pjesa këtu është komplet e banueshme. Momentalisht, kjo është e banueshme. Po. Kjo pjesa poshtë veç se kanë filluar banorët jetesën normal në park residence. Pjesa tjetër e objekteve është në ndërtim e sipër. Kemi projektin që do të përfundojë në qershor të vitit 2024. 5 objekte të lartë janë, kemi
këto 5 objektet këtu, edhe këto 2 objektet këtu, pritet të përfundohen në qershor të 2024. Ndërkohë, projekti këtu është vetëm në pjesën e dorëzimit të çelësave. Okej, do të thonë kjo është e përfunduar fare, vetëm çelësat. Po, është në përfundim, domethënë ka përfunduar gjithçka, vetëm është procedura e dorëzimit të çelësave. Bravo. Shumë bukur. Është një projekt ku pritet të finalizohet gjithçka në 2025-ën. Në 2025-ën finalizohet e tëra. Tani banorët e këtij kompleksi këtu për shembull, pjesës parë, janë vendor të huaj? Ka shqiptar nga e gjithë bota që janë bashkuar këtij projekti gjigant, që janë bashkuar shtëpisë madhe Berisha Group, duke na besuar kështu gjë më të shtrejtë që kemi faktikisht në shqiptarët që është shtëpia. Edhe nuk është pak për të na besuar kaq shumë, por duke i ditur për kushtimin e punës që ne kemi, punës që ne bëjmë, korrekcisë ndaj tyre, na ka sjell jo rastësisht gjigantët e ndërtimit në Kosovë. Jashtëzakonisht bukur. Të Tarasa këtu, ku jemi? Ja, të kjo Tarasa këtu, ja, ku se më humbet filli mua këtu. Dgjoj. Ja, këtu. Këtu kemi hyrë, po. Po, këtu kemi Berisha Group. Këtu kemi hyrë. Kam dëshirë me të pyet pak për mënyrën e blerjes, se si mund të bëhemi pjesë e këtij kompleksi, për të blerë banesën, apo dyqanin, apo lokalin, apo ku di unë, të gjitha këto me rrallë. Si mund t'i financojmë, si mund t'i blejmë, si mund të... Janë 2 mundësi blerje. Përpara se të më thush të 2 mundësit. Po. Hedhja një sy pak me dronë derisa të dalun të Tarasa lartë. Vjosa, dolem në Taras, këtu ku e kisha dyshimin se ku është kjo pjesë, e gjetëm. Kemi dëshirë... Gjitha i ke leti që është në Berisha Group. Absolutisht, të gjitha gjindem. Me të gjitha mundësit që ofron kjo kompani për gjithë klientët tanë, janë mundësit më të mira. Bukur. Çdo aspekti, çdo sektore. Absolutisht. Tani, shqiptarët i din që kemi dëshirë pak me pyet pazarin, çmimin, mundësin, të gjitha këto me radhë. Dhe unë jam një përfaqësues i tyre përmes ekranit ton, që të na tregosh pak a shumë. Si mund të bëhemi pjesë e Berisha Group? Si mund ta financojmë një banesë apo një lokal apo dyqan për ta blerë? Mundësitë e pagesave në kompaninë Berisha Group, jo vetëm në park rezidencë, po edhe në për projektet e tjera që kemi, projektin Shesh në Viti, projektin Eratës në Fushë Kosovë. Qëllimi jonë është të gjejmë një gjuhë përbashkët me klientin, duke ju bërë edhe atyre të mundur ëndrrën të bëjnë realitet e ku tjetër veç në Berisha Group mund ta bëjë. Mundësitë të pagesës janë 2, njëra është drejt për drejt me kompani, dhe tjetra është nëpërmjet bankës. Nëpërmjet bankës PTP, ku mundësia e kthimit të kreditë është deri në 15 vite. Okej, deri në 15 vite. Deri në 15 vite. Berisha Group vjen vazhdimisht me oferta të ndryshme duke pasur mundësi kështu të qëndroj afër të gjithë atyre që duan të bëjnë pjesë e jona. Prej datës 1 tetor deri në datën 31 tetor ne kemi ardhur me një ofertë të re, ku 15% zbritje kemi në të gjitha asetet, në banesa, në penthouse, në lokale, në depo dhe garazh. E dëgjuat apo jo? 15% droni dashur, afro pak ta themi diçka të veshi.
15% ullje i keni në të gjitha asetet. Në penthouse, në banesa, në lokale, në dyqane, në garazha, në parkinge, në depo, në të gjitha. 15% deri kur... Deri me datën 31 tetor, është komplet muaj i zbritjeve. Tetor? Muaj tetor, po. Okej. Deri me datën 31 tetor e kemi me 15% zbritje. Nxitoni sepse nuk kemi shumë kohë. Ku ndërton Berisha Group? Për momentin jemi në Fushë Kosovë dhe në Viti. Në Fushë Kosovë projekti pritet të përfundojë në dhjetor të vitit 2024. Përveç tjerash, Berisha Group ka ndërtuar dhe në Arbëri. Atje jemi me 2 projekte. Është projekti Ambasador dhe projekti ARA 1, 2 dhe 3, ku që atje kanë filluar klientët tanë jetesën. Ndërkohë, projekti tjetër i radhës po vjen në qytetin e Vitis. Në qytetin e Vitis. Pra kanë mundësi dhe qytetarët e Vitis për të blerë në Berisha Group edhe të Fushë Kosovës. Po. Në Viti jemi duke ardhur. Faktikisht ky projekt ka emrin Shesh. Jo rastësisht vjen ky emër, sepse jemi 1 minutë larg nga sheshi i qytetit të Vitis. Në 40.000 metër katror do të ndërtohen 5 objekte. Cilësia e ndërtimit është absolutisht ndër më cilësoret, ato që faktikisht na veçojnë nga të gjitha kompanitë e tjera. Çka e bën më të veçantë këtë projekt për t'ju lehtësuar kështu të gjithë klientëve tanë jetesën, sepse me komunën është vetëm 5 minuta larg, me shkollën Baftiaxhiu, shkollën fillore është vetëm 5 minuta larg, me shkollën e mesme profesionale poshtë është shumë afër. Me të gjitha sektoret e tjera të jetës që faktikisht neve na duan çdo ditë, si qofshin familje të reja, qofshin familje më në moshë, lokalet avariste po ashtu janë pjesë e këtij projekti, e nuk ka më mirë për të gjithë këta qytetarë të Vitis t'ju vi ky projekt më në qendër të qytetit. Bukur shumë. Atëherë, e kam një pyetje për çmimin. Sa varion çmimi për metër katror në banesa apo në penthouse apo në dyqane lokale? Mos ma thuaj, dua të shkojmë poshtë për të ma thënë. Jo më këtu. Droni i dashur, droni inteligjent i dashur. Hajde zemra ime këtu edhe pak. Çau lart, shikoje pak projektin e këtyre pallateve lart. Të dua. Derisa të shkojmë bashkë me Vjosën në katin e parë. Hajde Vjosa, erdhëm prej Tarasës tek Zyrat poshtë përsëri për ta bërë një mbyllje speciale bashkë me Vjosa Durakun, përfaqësuesje edhe agjende shitjes, por përfaqësuese edhe për mediat, edhe për marketingun, edhe për marrëdhënien me publikun, edhe për gjitha. Vjosa me një dialekt shqipërie, i cili kemi të vështirë. Unë për shembull kam harruar krejt Vjosa. Unë harrova më as nga Shqipëria, si nga Kosova, as gjermanesa, shqip, s'po di më fol më. Jo, ti për të marrë vesh po mirësh. Kaq mirë, flet, po bën emisione kaq mira, kështu që pa të lashe. Faleminderit. Vjosa, faleminderit për kohën që na dhuruat sot spontan dhe në këtë formë siç erdhëm ne, përsëri ju ishit gatshëm për të na dhuruar këtë kohë. Gjithmonë sa herë që keni mundësi edhe dëshirë, mund të na vizitoni për të sjellë po ashtu të gjithë teleshikuesit tuaj projekte që në vazhdimsi do të sjellë Berisha Group. Bukur shumë, faleminderit shumë edhe një herë. Ishim në ambientet e Berisha Group në kompleksin Park Residence dhe park ekskluziv ku juftoj gjithë shqiptarëve anë mban kudo që na shikojnë të jenë pjesë të këtij kompleksi për të bërë nga katunar qytetar. Unë i pari katunar dhe bëm qytetar. Bashkë me ty edhe. E ke parë Vjosa që politikanë kur dalin marrin kalim dhe thonë të dashur qytetar. Asnjëherë si përmendin katunar. Diskriminim, a? E pra, asnjëherë nuk thonë të dashur. Nga Gjakova se besoj. Nuk e di unë ama. Asnjëherë nuk i përmendin katunar të thonë dashur katunar, por vetëm dashur qytetar. Prandaj ne kemi vendosur për të ardhur në Berisha Group Park Residence për të bërë edhe ne qytetar, me na përfshi ajo fjalimi i politikanëve. Janë të mirëseardhur të gjithë nga mbar bota, gjithë shqiptarët.
por edhe qytetarët e Kosovës. Absolutisht. Gjithmonë ta janë gjithmonë prezent. Ta janë Por këtu. kemi vërtet një respekt shumë veçantë për gjithë shqiptarët që janë bashkangjitur të gjithë projekteve, shqiptarët e diasporës që janë bashkangjitur dhe vazhdojnë të bashkangjiten projektet e Berisha Group. Mos harroni, në këtë kontakt, në këtë website, në këtë numër telefoni mund të kontaktoni dhe mund të vini në zyre në shitjeve për të bler banesën tuaj, dyqanin tuaj, penthouse-in tuaj, depot, garazhen, gjitha me radhë. Faleminderit shumë edhe një herë. Shihemi në studio nga Berisha Group. Faleminderit. Park Residence. Jepini vlerë investimit tuaj, duke jetuar në kompleksin elitar, aq afër qendrës, në rrezet dielli, në zonën që po transformohet, me parkun më të madh rezidencial, mbi themelët e Prishtinës së re. Park Residence nga Berisha Group. Çka ke bo më kështu? Qërë ta shpjegoj për prit? S'po du me ditë kur gjomo. Shka ke bo më kështu? E që shpeshini, gjdo foto që e kom postu, mu ka dasht me pre e rotullu, që kryt pa flak, mos me mudalu. Në halë i shqetsum, shkova aty ku krejt zgjidhje bojnë, matën më kalkulun, bile dhe më vizatun, e prej aty dola plët flak e ndryshum. Qa që shmheci historia, mushtu flakt e urrit dashnia. Ozone Hair Clinic. Zemra sa e don Ti nuk e imaginon Ma don trupi Ma don shpirtin është e mirë Me pata nuk rim Dojnë sup, e vetmja pa vaj palme, pa yndyrë shtesë.